Mbrëmjen e dieshme, aktori dhe këngëtari Olsi Bylyku surprizoi ish partneren e tij, banoren e Big Brother VIP 4, Egli takon brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Egli u shokua kur e pa Olsin, por edhe pak e ftohtë njëkohësisht, por pas fjalëve të tij ajo u soll më miqësore. Me thënë të drejtën kur më ftuan për të ta bërë këtë surprizë dhe për të thënë këto fjalë që po t'i them e kisha pak me mëdyshje, duke patur parasysh që ikja nuk ishte në gjën e duhur, por pas fjalëve që kam parë nga ty thash, pse mos t'ja them dhe unë të gjithë mirënjohjen. I gëzoj dhe i kam ato mirënjohje për ty dhe siç e the tek video jeta vazhdon për gjithë secilin prej nesh dhe pavarësisht moshës që kemi qenë të rinj, mesazhin më të bukur e dham sot për mirënjohjen që kemi për njëri tjetrin, i tha Olsi Eglit përveç së tjerash. Nga që kur jemi ndarë kam kërkuar shumë këtë takimin dhe nuk ndodhi kur edhe se si po më duket që po ndodh këtu tani, prandaj jam pak si e konfuzuar. A nuk e prisja fare që ti të jesh këtu? Edhe te linja e jetës e kam cituar, kur kam thënë kisha këngën time të parë, kam thënë mirënjohje për suportin. Unë nuk i harroj të mirat për një të keqe apo dy të këqija. Kam zgjedhur të mbaj më të mirat nga ti sepse në fund të ditës i bëj mirë shpirtit tim duke mos kujtuar asgjë që më çoj drejt ndarjes, por ato që më çuan drejt lidhjes. Kështu dua të kujtoj, tha Egli. Por ai që ra në sy ishte reagimi i gjestit, i cili u shokua po aq sa Egli dhe gjithë kohën ishte duke e parë takimin e Eglit dhe Olsit me vëmendje. Nuk u ndjeva mirë kur u takove me atë, tha gjesti. E di atë po mendoja gjithë kohës kur isha aty, prandaj erdha të putha këtu. Doja të puthja në buzë, por do dukej sikur po e bëja kastile. Edhe për mua ishte aq bomb sa e ke parë ti kurrë se kisha imagjinuar. E shija përballë dhe thoja mos jam në ëndër, tha Egli.